Përshëndetje. Kam dashur shumë të shkruaj për këtë libër. Dhe më ka lënë pa frymë, e kam lexuar, Eva ka bërë një punë shumë të mirë. Anatomia e një vrasjeje. Është një nga ato libra ku realiteti e përshkruar e te i kalon edhe fantazinë më të shfrenuar. I shkruar në kushtet e izolimit të skajshëm në një prej burgjeve greke, ku mbaj padrejtësisht. Eva në rrëfen historinë e rrallë e një prej bashkëvuajtësve të një saj shqiptare. Kjo është historia e një gruaje të re, të bukur dhe shumë të dëshiruar prej meshkujve, që transformohet në një vrasëse seriale. Vrasi lind apo bësh. Sa ndikon një fëmijë i jetuar në kushtet e një patriarkalizmi mizor e të dhunshëm. A mund t'i shmanget njeriu fatit? Këto e të tjera janë pyetje që shoqërojnë leximin e këtij rrëfimi të guximshëm dhe trondistes në kufijt e së pabesueshmes. Dhe unë po ta them që është fiks siç e ka përshkruar dhe do ta çoja më tej. Ky libër flet për nëndërgjegjen e njerëzve dhe të jep një shembull real se si një nëndërgjegje e dhunuar, duke parë dhunën në familje dhe duke parë gjëra që nuk janë jashtë asaj mizores njerëzore, domethënë edhe gjëra që nuk mund ta imagjinosh se mund të ndodhin, dhe ja që ndodhin, se si mund të arrijë një njeri i brisht, kaq i bukur, në një serial vrasjeje. Ky libër, Të lë pa frymë, është një libër shumë i bukur që duhet lexuar. Eva ka bërë një punë shumë të bukur, edhe një personazh i guximshëm, një personazh që merr përgjegjësitë e saj për çdo gjë, edhe si negative dhe pozitive, dhe kjo është për t'u admiruar për guximin, por në të njëjtën kohë të vjen edhe shumë keq për të njëjtin person që ka kaluar gjithë këtë lloj drame dhe kupton se sa e rëndësishme është syri i nënës, sa e rëndësishme është prindi, sa e rëndësishme është falja. Falja vetvetes dhe falja për të ecur më tutje dhe për ta rregulluar jetën. Po a falet kur plagët janë të thella? Kjo është një pyetje shumë e fortë. Kjo është një pyetje e dhimbshme dhe njëkohësisht u lë që ta zbuloni vetë dhe më shkruani nëse lexoni. Është një libër që nuk duhet të mungoj për verën, është i dhimbshëm, është i fortë. Po është dhe sikur të shkulla të ndërgjegjen e dhimbshme të ndeqike. Do të shkruaj linkun se ku ta gjeni, e keni në Shqipëri, në gjitha libraritë shqiptare. Është Media Print e ka botuar, mos e humbisni. Eva Xhaxa, Anatomia e një vrasjeje. Vrasës lindim apo bëhemi? E shmangemi do të thënë. Në ktheni përgjigje kur ta lexoni.